Policia e shtetit ka goditur një grup kriminal të dyshuar për trafikimin dhe shitjen e armëve të zjarit, municioneve luftarake dhe lëndëve plasëse në zona të ndryshme të kryeqytetit. Operacioni koduar Rjeti është finalizuar pas një hetimi disa mujor të kryer në metoda proaktive. Si rezultat i aksionit janë arrestuar Marcel Varka, 35 vjeç, Elsaed Maqinaj, 25 vjeç, Fabian Zako, 29 vjeç dhe Kristaq Biba, 32 vjeç, ndërkohë policia ka shpallur në kërkim Kevin Vilën, 21 vjeç dhe Bledar Avdillarin, 28 vjeç. Sipas hetimeve, të dyshuarit vepronin në bashkëpunim me 5 persona të arrestuar më herët: Donat Jaku, Florian Gjeta, Urim Meta, Ligor Mehmeti dhe Klodian Mustafa. Ata dyshohet se kishin ngritur një rrjet të strukturuar që siguronte dhe tregtonte armë zjarri, municione dhe lëndë plasëse në Tiranë. Gjatë operacionit të fundit, uniformat blu sekuestruan 7 armë zjarri, mes tyre 4 pistoleta dhe 3 automatik, si dhe një sasi municioni luftarak dhe prova të tjera materiale që pritet i shërbejnë hetimeve. Autoritetet bëjnë me dije se përgjatë gjithë periudhës hetimore dhe operacioneve të zhvilluara ndaj këtij grupi, janë arrestuar në total 9 persona, po ashtu janë sekuestruar 17 armë zjarri, 4 kallëpe me lëndë plasëse, sasi e konsiderueshme municioni, 4 automjete dhe 13 telefonat celular. Policia dhe prokuroria vijojnë hetimet për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, ndërsa po punohet edhe për lokalizimin dhe arrestimin e 2 të shpallurve në kërkim.